Omani, vendi i bukurive të ralla. Ska e juglindor të gazishullit arabik, shtrihet një vend që shpesh mbetet në hijen e destinacioneve më të njohura të lindjes së mesme, por që fshin një pasuri natyrore dhe kulturore të jashtëzakonshme. Sultanati i Omanit, i qetë, madhështor dhe i mbushur me kontraste, Omani është një vend ku shkretëtira takon detin, ku maret ngrihen mbi oazë të gjelbërta dhe ku traditat e lashta jetojnë në harmoni me jetën moderne. Ai quhet shpesh vendi i bukurive të ralla. Dhe jo pa arsye, ky dokumentar, Shkrim, është një udhtim përmes peizazheve, historisë, kulturës dhe shpirtit të këtij vendi unik. Një mozaik natyror i jashtëzakonshëm. Omani është një nga vendet më të larmishme gjeografikisht në botën arabe. Brenda kufive të tij gjenden shkretëtira të pafundme, male të sepisura, lugina të qytetëruara, plazhe të virgjëra dhe shpella të thella. Shkretëtira, bukuri e heshtur, shkretëtira Wahib al-Sanz. Është një det i artë, dunash, që shtrihet pafund. Rëra ndryshon gjyrë gjatë ditës, nga portokalli ndesur në akim, në të artë të fortë në mesditë, deri në të kuqe të thellë në perëndim. Këtu jetojnë fiset beduine, të cilët ruajnë një mënyrë jetesës tradicionale, duke kthyer shkretëtirën në shtëpinë e tyre prej shekujsh. Malet, qatia e Omanit. Barkmali al-Hayar përshkon veriun e vendit. Këtu ndodhet edhe Jebel Shams, mali më i lartë i Omanit, i quajtur shpesh Grand Sajon i Arabisë, për shkak të kanjoneve të thella dhe pamjeve mahnitëse. Klima në male është më freskët dhe fshatra të lashta. Priguri janë ndërtuar në faqet e tyre si dëshmi e përshtatjes të njerëzit me natyrën. Wadit, oazët të jetës. Një nga mrekullitë natyrore me karakteristikë të Omanit janë Wadi T, lugina me ujë të kristalt, të rrethuara nga shkëmbinj. Wadi Shab dhe Wadi Bani Khalid janë ndër më të famshmet ku vizitorët notojnë në pellgje natyrore mes palmave dhe shkëmbinjeve të bardhë. Bregdeti dhe deti. Me një vijë bregdetare prej mbi 3000 kilometrash, Omani ka plazhe të paprekura dhe ujëra të pasur me jetë detare. Në rast Al-Inz, breshkat e detit dalin natën për të hedhur vezët, një nga spektaklet më të ralla natyrore në rajon. Historia lashtë dhe trashëgiminë detare. Omani nuk është vetëm natyrë, ai është një vend me histori mjeravëqare, që në kohët e lashta, ai ka qenë një pikë kyçe tregtare mes Azisë, Afrikës dhe lindjes së mesme. Toka e Temjanit, në jug në rajon e Dhofarit, rritej pema e Temjanit, një nga produktet më të çmuara të botës antike. Karavanet e Temjanit udhtonin nga Omani drejt Mesdheut dhe Indisë, duke bërë vendin pjesë të rrjeteve të mëdha tregtare. Fuqitetare. Omanasit njihen si marinar të shkëlqyer. Në shekujt e kaluar, Omani kishte një perandori detare që shkrihej deri në brigjet e Afrikës lindore, përfshirë Zanzibarin. Kjo lidhje historike ka ndikuar në kulturën, arkitekturën dhe madje edhe në kuzhinën e vendit. Kështillat dhe fortesat. Në të gjithë Omanin gjenden fortesa madhështore si Nizwa Fort dhe Bahla Fort, që dëshmojnë për rëndësinë ushtarake dhe politike të rajoneve të ndryshme. Arkitektura e tyre me mure të trasha, balte dhe kulla vrojtimi tregon për një epokë kur mbrojtja ishte thelbësore për mbjetesën. Kultura, thjeshtësi, dinjitet dhe mikpritje. Një nga bukurinë më të ralla të Omanit, ku nuk është fizike, por njerëzore, karakteri i popullit, mikpritja, mysafiri konsiderohet bekim. Vizitorëve u ofrohet kafe omanese me kardamom dhe hurma, një ritual i thjeshtë, por plot domethënie. Mikpritja nuk është formalitet,
por pjesë identitetit kombëtar. Veshjet tradicionale. Burrat veshin dishdasha, një robë e gjatë e bardhë, ndërsa gratë shpesh mbajnë veshje me ngjyrat e forta dhe zbukurime tradicionale. Këto veshje nuk janë thjesht estetike, por shprehin histori, rajon dhe përkatësi. Tregjet sot, thoqet tradicionale, si ai i Nizwaz apo Mutrah në Muscat, janë vende ku aroma e erëzave, temjanit dhe parfumeve përzihet me zhurmën e tregtarëve. Këtu shitet argjendari tradicional, qilima, thika omanese dhe produkte artizanale. Muscati, kryeqyteti mes traditës dhe modernitetit. Kryeqyteti Muscat është ndryshe nga metropolet të tjera të rajonit. Ai nuk dominohet nga rrokaqej të shumt, por ruan një stil arkitekturor të ulët dhe të bardhë, në harmoni me natyrën përreth. Xhamia e madhe e Sultan Qabus është një nga simbolet të vendit, një kryevepër arkitekturore me qilima gjikant dhe lambadar të kristalt. Ajo përfaqëson jo vetëm fen, por edhe elegancën dhe qetësinë shpirtërore që karakterizon Omanin, një vend i balancës. Ajo që bën Omanin vërtet të veçantë është balanca. Ai ka arritur të modernizohet pa humbur shpirtin e tij. Rrugë moderne dhe infrastrukturë bashkëtojnë me fshatra të lashtë, tradita dhe natyrë të paprekur. Nuk është një vend i zhurmshëm apo i të imbushur me turizëm masiv. Omani të fton ta përjetosh ngadalë, të dëgjosh erën e shkretë të tjerë, të sodisesh yjet në qiellin e pastër, të notosh në një vati të fshehur dhe të ndjesh qetësinë që ofron natyra. Omani është më shumë se një destinacion. Është një përvojë, është një vend ku bukuria nuk vërtet, por përshpërit përmes dunave, maleve, ujrave të kthjellta dhe buzëqeshjeve të njerëzve. Bukuritë e tij janë të rralla, sepse janë autentike, të paprekura dhe të lidhura thellë me historinë dhe shpirtin e tokës. Në një botë që lëviz me shpejtësi, Omani qëndron i qetë, madhështor dhe i vërtet, një kujdes se bukuria më e madhe shpesh gjendet në thjeshtësi.